Emisioni sotëm vjen në fakt nga një ngjarje shumë interesante 2 javëve të fundit. John Alite është një Amerikan, ose shqiptar-Amerikan, Amerikan me origjinë shqiptare, familja e tij vinte nga Gjirokastra, i ka lindur vetë në Brooklyn, në mos gaboj të New York, të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në rininë e tij, në fillim në fund viteve 70, në fillim viteve 80, ai u bë pjesë e një prej organizatave kriminale më të rrezikshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Organizata mafioze më e madhe e Amerikës, Cosa Nostra ose familja ose pjesëtari i familjes Gambino. Ai filloi të shërbente njërit prej liderëve të fundit të familjes Gambino, John Gottit. Ky është John Alite, që po e shihni në këtë pamje. Ai shërbeu John Gottit si një lloj bodyguardi dhe shoqëruesi i John Jr., pra djalit të John Gottit Jr., djalit të John Gottit, duke rrahur për llogaritë tij, siç thotë ai, mbi 100 persona, duke qelluar mbi 10 persona të tjerë dhe duke kryer 2 vrasje. John Alite natyrisht u vu në shënjestër të FBI dhe të policisë së New Yorkut në fund të viteve 80, në fillim viteve 90, në aksionin e famshëm të asaj kohe të prokurorisë New Yorkut të drejtuar nga kryetari i ardhshëm i Bashkisë së New Yorkut, Rudy Giuliani, u arrestua. Ai u njoh fajtor, por pranoi të bashkëpunonte me policinë amerikane, duke treguar, pra me FBI, dhe me prokurorinë amerikane, duke treguar të gjitha ato që kishin ndodhur, të gjitha skemat që kishin lëvizur brenda përbërëndje familjes mafioze Gambino, se edhe njëkohësisht kishte arritur të tregonte rolet përkatëse se cilit prej drejtuesve të familjes kriminale. Për këtë arsye, ai u dënua me i burg më të reduktuar, duke u konsideruar një dëshmitar i penduar ose një bashkëpunëtor i drejtësisë. Më pas daljes nga burgu, ai ja dedikoi jetën e tij kryesisht po quaj fjalimeve, se duhet përdor fjalën anglisht speech, që i kërkonin të rinjve që të mos bashkoheshin me botën e krimit, me botën e drogës, që të mundoheshin të bënin një rrugë sa më drejt në jetë dhe të dedikoheshin shkollës. Ai filloi të merrte pjesë në shumë, pra është bashkautor në disa libra ku flitet për mafjen e famshme të Cosa Nostrës dhe të familjes Gambino. Ai u bë bashkautor në disa filma, duke përfshirë dhe në Netflix, ku flitet për familjen mafioze Gambino dhe rolin e mafjes në New York, si dhe në disa dokumentarë të tjerë. Pak ditë më parë, tani ndroj pak planin të lutem, dhe pak ditë më parë, për rolin që ai ka luajtur në, po quaj, në ndihmë të komunitetit, u emërua këshilltar bashkiak në English Town, në një qytet të vogël në periferi të Pennsylvanias së Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shiheni këtë moment, ai betohet se këshilltar bashkiak, një mafioz i cili doli nga qelit e burgut dhe u kthye në këshilltar bashkiak, ku siç thoshte Daily Mail, nuk e di nëse e kemi faqen kryesore të lutem të Daily Mail, në të cilën flitet për, duhet ta kemi, në të cilën tregohet zgjedhja e jurnalistës, ai mori faqen, New York Post, ai mori faqen kryesore, ku siç thuhet ish njeriu i familjes Gambino, tani është një bos politik. Pra në njërën anë në shfotoja e tij i veshur me veshjen e të arrestuarit, pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në anën tjetër është veshja që ai kishte gjatë betimit të tij si antar i Këshillit Bashkiak. Siç e shihni, është faqja kryesore, nxjerr edhe një herë lutem të gjithën, është faqja kryesore e New York Post. Unë kam pasur një intervistë shumë interesante me John Aliten rreth 7 vjet më parë, mos gaboj, në cilën ai tregoi gjithë rrugtimin e tij, drejt për drejt, siç e ka treguar në shumë dokumentarë, në shumë libra. Njëkohësisht zhvillova një intervistë të dytë, rreth një javë më parë, ditën që ai u betua në Këshillin Bashkiak të English Townit, në të cilën ai ka treguar pozicionin e tij, si e priti këtë zgjedhje, nga çfarë rrethanash i erdhi. Në emisionin e sotëm, ne do t'i shfrytëzojmë, pra do të vendosim intervistën e John Alites si këshilltar bashkiak në fund të këtij emisioni. Është një intervistë që nuk është transmetuar, është bërë tani, dhe intervistën e parë që ai më ka dhënë mua kur tregon rrugtimin e tij si pjesë të dytë të emisionit. Në pjesën e parë, me 2 të ftuar në studio, ne do të fokusohemi tek historia më, po e quaj, më e famshme e botës së krimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më tej në botë. Kush janë mafiozë, kush janë njerëzit ose mafiozët më të famshëm të historisë globit. Ne kemi përzgjedhur 9 prej tyre për t'i analizuar ose për të folur për ta. Duke nisur me John Gottin, i cili lidhet drejt për drejt me John Aliten,
duke vazhduar me Carlo Gambinon, kreun e familjes mafioze Gambino, dhe familja mafioze ndoshta më e famshme e New Yorkut, do vazhdoj me Lucky Lucianon, po ashtu një prej mafiozëve të rrallë, shumë famshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Al Capone, i cili nuk i takon kësaj gjenerate më i hershëm, por është një lloj miti brenda botës së krimit. Do të shkojmë tek Pablo Escobar, që po ashtu ishte një nga bosët e krimit në Amerikën Latine dhe ndoshta një prej mafiozëve më të njohur dhe trafikantëve më të njohur dhe kriminalëve më të njohur të gjithë botës, për të vazhduar më pas me Griselda Blancon, me Salvador Erinën, pra Toto Rinën, me Bernardo Provincianon dhe për ta mbyllur me El Chapon, njërin prej bosëve të karteleve meksikane të drogës. Këta janë pak a shumë njerëzit që kanë shënjuar historinë e drogës. Është shumë interesante një histori që do të tregoj në mes të kësaj, se si shtëpinë e trashëgimtarit numër 2, drejtuesit numër 2 të familjes Gambino të Paul Castellanos, i cili zëvendësoi Carlo Gambinon, e bleu 15 vjet mbas vrasjes së tij një shqiptar, një prej shqiptarëve më të pasur dhe një prej shqiptarëve në fakt shumë patriot që unë kam njohur, që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës me origjinë nga Dibra e Madhe e Republikës sot Maqedonisë Veriut, shqiptar i vërtet i vendosur në New York, Sall Rusi. Sall Rusi e bleu shtëpinë, e rinovoi, e zgjeroi, ndërkohë që sot lajmet ka qenë në të gjithë botën e kanë nxjerrë në shitje për arsye se ka lëvizur. Sall Rusi është një nga shqiptarët më të pasur në New York dhe njëkohësisht thash një prej njerëzve që kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë me ndihma për komunitetin shqiptar dhe për çështjen shqiptare. Do të tregojmë shtëpinë dhe nga brenda dhe historinë e shtëpisë. Por le t'i kthehem edhe një herë sinkronit part intervistës me John Aliten. Çfarë më thoshte John Alite vetëm pak minuta mbasi ishte betuar si këshilltar bashkiak? Imagjinoni, një njeri i akuzuar për vrasje dhe dhunë në bandat më të rrezikshme të New Yorkut, që befas bëhet këshilltar bashkiak pasi kishte ndruar 180 gradë kursin e jetës së tij. Mje pak materialin numër 10, lutem. Lexova një artikull nga New York Post që thoshte nga bandat e qytetit New Yorkut te bashkia English Town. Si ndjeni për këtë ndryshim të madh në jetën tuaj? Unë jam një shembull për të gjithë fëmijët në përballë, që nëse doni të ndryshoni jetën tuaj duke e çuar atë në drejtimin e duhur, e keni me gjithmend. Shpaguan veten tuaj. Njerëzit do të hapin krahët ndaj jush në komunitetin tuaj, për sa kohë që ju do të jetoni një jetë korrekte. Unë jam një shembull për çdo të rinj që ka bërë gabime. Nuk ka një rrugë të shpejtë për të arritur këto gjëra në jetë. Ka vetëm burg, vdekje, të kompromentosh veten dhe familjen tënde. John, është e vështirë ta lësh pas këtë jetën e një mafiozi për të kthyer në një qytetar normal? Duhet të punosh fort. Është si çdo gjë tjetër. Nuk ndodh brenda natës. Mu deshëm vite duke punuar me organizata të ndryshme. Fëmijë, si dhe përpjekje për të ecur përpara dhe për të bërë punën qytetare që jam duke kryer. Ashtu si çdo gjë tjetër, asgjë nuk ndodh brenda natës. Kjo është një pjesë nga intervista që John Alite më ka dhënë mbas betimit tij, do ta kemi pjesë të tretë të emisionit. Në momentin e parë kur ai më kërkoi disa vite më parë që të bënte një intervistë për jetën e tij, unë e paragjykova për të qenë sinqert, raporti im me njerëzit e krimit ka qenë gjithmonë shumë i bezdisshëm, nuk kam dashur të jem as kurioz për ta, por më pas arrita të kuptoj nga mesazhet dhe nga bisedat me të që ai ishte një prej atyre njerëzve që e shihte me syrin më kritik të mundshëm të shkuarën e tij dhe ishte shembull i gjallë i asaj se si njeri nuk duhet sillet në jetë, dhe ai ishte nga të parët që me shumë fjalime, libra, dokumentar ka tentuar ta kthejë këtë në jetë. Edhe historia që e rrëfen është e rrallë që do jetë pjesë e dytë të emisionit. Ndërkohë, për pjesën e parë unë kam dy të ftuar në studio, Kreshnik Myftarin, profesor në Fakultetin e Drejtësisë dhe Avokat, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Myftari dhe Sokol Bregu, gazetar i njohur i Kronikës. Zoti Bregu, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ne po e nisim me historinë e mafiozëve më të mëdhenj të globit, thash për të vazhduar më pas tek historia e John Alites dhe në fund tek intervista e John Alites si këshilltar bashkiak në English Town. Duket e pabesueshme Sokol, nga burgu, natyrisht një bashkëpunëtor i drejtësisë, po që e bëri burgun më të butë se të tjerët. Shtetet e Bashkuara i kanë ndryshe ligjet. Në ç'kuptim? Po gjithmonë kur ndron kursin e jetës nuk ka asnjë lloj problemi, sidomos me shprehjen gjeta Zotin. Shpeshherë ka ndryshime në karrierën e çdo kujt. Po ka ndryshime, se ne jemi mësuar që ndryshimet janë sa për sy e faqe. Kam përshtypjen që është ndryshim real i një pjesë të tyre. Po besoj që shoqëria atje është më e ndjeshme, nuk mund ta gënjesh dot thjesht. Unë mendoj që Alite ka ndryshuar vërtet, ka më shumë se 13 vjet që harxhon kohën e tij për të dhënë sinjale pozitive, për të ndryshuar kursin e të rinjve.
kam atë mënyrën time, domethënë, sepse veshja e tij, mënyra, puro e tjera jep atë idenë. Edhe pamjen. Ajo pamja ja, mënyra domethënë është tipike mafioze, megjithatë në Amerikë shoqëria është ndryshe. Ai ta jep direkt që kur e shen, nuk është por ndërkohë ka qenë bashkëpunëtor shumë dokumentar, përfshirë ato të Netflixit, sidomos për jetën e John Gottit. E kam parë dhe dokumentarin, sepse është i një ndër regjizorëve shqiptar, cilët unë jo vetëm që e kam takuar shpesh edhe e kam mik, po e mendoj që është një regjizor, Deliana është një regjizor i ndryshe nga regjisorët shqiptarë, është i formuar jashtë, ka konceptet, ka formim tjetër, domethënë, dhe është totalisht ndryshe. Si duket Myftari? Histori e çuditshme, ti thuash dikujt që nga Burgu, Burgu ka 15 vjet që ka kaluar, por nga Burgu të vish dhe të bërë këshilltar bashkiak dhe i emëruar, jo i zgjedhur. Është fiks shpreha e keni gjetur zoti Feziu, mafiozët janë të çuditshëm, megjithatë unë personazhin fjalë marr me shumë rezerva për shkak edhe të origjinës, por edhe për shumë arsye tjera, qoftë juridike, qoftë penale, qoftë nuk besoj se ka qenë ai që ai pretendon të ketë qenë me atë aktivitet kriminal, pa diskutim është rritur. Ai nuk ka qenë bosi i krimit. Ai ka qenë një bashkëpunëtor, jo bashkëpunëtor, një shoqërus, jo bashkëpunëtor, një shoqërus, quhen associates në terminologjinë. Ka qenë një gjysmë bodyguardi, shoqërusi djalit të John Në qoftë se përbën interes për emisionin, persona që janë të penduar, siç është Sami Gravano, që është më i famshëm i krau i djathtë i John Gottit, ose Michael Francisi, thonë që nuk e kemi njohur dhe askush tjetër nuk e ka njohur përveç John Gotti Jr. që kanë qenë një moshë dhe janë shoqëruar bashkë. Ata nuk kanë kryer shumë vrasje dhe fakti që ky ka kryer 2 prej tyre do të thotë ka marrë pjesë në 2 prej tyre. Gambinot në kohën kur ishte nuk kanë kryer shumë vrasje në fundin e viteve. Në fakt është shumë interesante se do të hyjmë pak familjes Gambino i pari. Ne po e nisim nga fundi në fakt për arsye të lidhjes së Jonalites me John Gottin. John Gotti është personazh interesant, nxjerr pak sketën e John Gottit, ka lindur 27 tetor vitit 1940 në New York, për të ka dhe filma në fakt, është jo vetëm dokumentar, po dhe filma artistik, pra ka lindur në New York, është vendosur në kryet familjes Gambino në vitin 1985 pasi vrau shefin e tij, pra numrin kryetarin e dytë familjes Gambino, Paul Castellanon, qarkullonte rreth $500 milion. Në vitin 92 u shpall fajtor për 9 vrasje dhe akuzat tjera kriminale, u dënuan me burgim përjetshëm. Në 27 tetor të vitit 2002, pas 10 viteve burg për shkak të kancerit, ai ndroi jetë. Çudia më e madhe është, nuk e di nëse regjia mund të kërkojë jo video se na krijojnë probleme në YouTube, po dhe foto, që varrimi i John Gottit në Brooklyn të Shtetet Bashkuara të Amerikës u kthye në një varrim të jashtëzakonshëm nga pjesëmarrja e njerëzve të cilët pretendonin që për një pjesë tyre ai kishte kryer bamirësi ose kishte qenë mbrojtës.